mua, më vjen ftesa për në Big Brother. Qa është ky, ka për këtë bajamen, në gjithë me ratë. Nuk e di se si përçojmë jashtë të drejtën, po unë mendoj që jam një njeri i zgjuar. Ka qenë në rrugtim, fillimisht, e dija që kisha një fanbase, megjithatë e dija që do kishte figura edhe më të konsoliduara me më shumë vite. Banor, vëllai i madh ju njofton se Kristi Lamaj është përjashtuar përfundimisht nga gara. Thënë vetë janë gëzuar gjithë se e kam pa Kristin si kundërshtar të fortë. Tu qaj me lopë gjithë, shive, shumë keq. Nuk e kuptoj qa budallëku ka ndodhur. Kështë ti ka hyrë prava atje. E ka një shumë vetëm të ditë. Njëra bo nëmë. Njëri është një nga kandidatet që mundet të fitoj të lojë. Dojmë mos edhe Rogert. Këtu dy shof të ashim lojë të fortë. Selim deri para 4 ditësh ka ardhë në sajt mirë. Atit kur i thoi ikte Baçë, si duket i fiksat në kokë, do iki. Baçë në mërë promë se së të qëtë këtë për tjetër. Përjashtu tha, jo kalon gare. Kristi ka hapur rrugë frontit për ratë, kush do se vëndë. Ishte një nga ato që mund të fitonte. Mendoj për momentin atje, Brikena e ka kuptuar rolin që ka. Kristi të ju kanë rrujt këta krejta, tash nuk kanë kuj një rrujt, po kështë nashta për një puna alo ma mirë. Kjo është loja. Jo, ma, di se jam i foto në mu. Nuk kem Kristi edhe daj. Ka dalë unë e Mateo për një kalëtu venë në nën krejtë. Dërgohet një kundërshtar i tillë, të tërve këtu na vjen një farë çlirimi, se e dim që është pozicionuar mirë. Ngrit lojtar si puna Mateos, lojtar si Stenalde, që i forcon që mund të ketë i vend për të në finale. E tu festu? Jem të kurcyr, pastaj. Shumë logjik se që në Muaj Rogertit nga pëlqete shumë. Besoj për mirë do të ndikoj të Selim. Mund të ndikoj tek Miri, sepse është një situatë më pak për Mirin, tek Rogerti, sepse është një situatë më pak për Rogertin. Edhe që do ndikoj edhe te unë, se e shikoja gjithë kohën si një lojtar shumë fort. është problemi të Kristi, është problemi të këta. Ta e të padurueshëm. Ike e Kristit i sposton disi balancët në shtëpi, ai liron një vend për fazat të vona të lojës. Pastaj veprime. Është një luftë me mundësisë së dhënë për të qenë të brenda, me qëllimit për t'i shpërblyer gjithë ato që ka sakrifikuar familja ime. Është një luftë mes vetes. Kjo ishte një copës nga jeta ime, karriera ime dhe rrugtimi im këtu brenda. Shkëlqimi dhe rënja e shokut Kristi.